që jemi në kushtet që gjykata kushtetuese nuk arriti të merrte një vendim për rastin konkret, prandaj i kërkohet legislativit që të ndërhyjë në këtë rast me nismën e 3 deputetëve. Loni t'ia fjalën kryetarit të Partisë Socialiste, kryeministrit Edi Rama. Faleminderit. Ulësiu bëri paraqitjen në terma strikt juridik. Unë duhet bëj anën tjetër të medaljes në terma logjik dhe politik. U tha këtu nga Taulanti edhe nga Ulësiu, mos gabohem, po edhe kam dëgjuar nga të tjerë që ka një boshllëk. Unë mendoj që boshllëku është në trut e atyre që nuk i dhanë drejtim bazuar në frymën e kushtetutës dhe bazuar në modelin demokratik të ndarjes pushteteve, jo në të gjithë Europën, por në të gjithë planetin. Dhe natyrisht, kur them boshllëku në trut atyre që nuk i dhanë drejtim, kam parasysh jo personat veçantë, po kam parasysh kulturën e dobët demokratike dhe të shtetit ligjor që ka Shqipëria për shkak të traditës vet. Sepse nuk është nevoja të jetë çdo gjë e shkruar në gërmën e ligjit, nëse në frymën dhe ngërmën e kushtetutës janë të qarta orientimet për të gjithë ata që jetojnë nën atë kushtetutë. Dhe faktikisht ajo që e bën skandalos, të pa justifikueshëm dhe të pa pranueshëm pezullimin nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pa filluar akoma as gjyqi për një antar të kabinetit qeveritar, është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin.